se kam fjalën aty, por për të bërë ekonomi, për të fituar më shumë se sa fitojnë qytet. Dhe kjo është e mundur, dhe këtë e tregon historia e atyre që po e bëjnë të gjë. Këtë e tregon historia e atyre tek cilët unë po shkoj sot, që jetojnë atje në theth, që bëjnë sukses atje, që nga atje çojnë para për familjarë që i kanë në Itali. Kjo është Zvicra e vogël, Blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet, Blerta, në malet e Shqipërisë. Do bahet. Po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'ban. Chestnut Hilli në një pikë të fundit të hartës në Tropoj, aty ku, siç thuhet, ja urdhë, emigrantët janë shtetas me drejta të njëjta, nuk e kuptoj arsyetimin e kësaj pakete. Po çfarë nuk kupton ti? Kjo është një paketë për emigrantët, si nuk e kupton ti? Pikërisht se janë me të drejta të njëjta, por nuk kanë mundësi të gëzojnë të drejtën e pronës tyre, sepse nuk kanë letrat dhe ligji 7501 nuk u jep letrat. E kupton këtë? Pse nuk e ndiqni arsyetimin? Pse me shpejtësi vraponi të thoni fjalën e fundit të parën? Pse nuk i jepni vetes mundësinë të dëgjoni dhe pastaj të flisni? Nejse. Pra, duke u kthyer tek ajo që thash, Chestnut Hilli është një zonë ku, siç thot ajo fjala, jo ha pula gur, po ha guri pulën. Dhe kujt do t'i shkon në ndërmend se mund të shkojë atje dhe të bëj biznes dhe të bëj sukses. E pra, atje ka biznes, atje ka sukses. Pse? Pikërisht kështu si po them. Dhe në ndërkohë, kam edhe një mesazh tjetër për ata që më ndjekin dhe nuk janë këtu thjesht për të futur që të bëjnë sharrin e radhës. S'ka problem, sepse ato sharjet mua më bëhen vetëm shëndet dhe forcë, por janë problemi atyre që i bëjnë, sepse si hyn këtu ashtu dhe dalin, hyn të pa informuar, dalin të pa informuar dhe vazhdojnë të keq informuar. Zgjedhja është edhe kjo, por tjetra që do doja të përcjellja është pikërisht super programi kombëtar i quajtur dyfisho